Ti ke mundur Përshëndetje, që Kassandra, në fakt flasësh edhe me përfaqësues të kapitanerisë së përgjithshme të Durrësit, çfarë kanë deklaruar, ku pritet edhe që të kemi një normalizim të situatës? Në fakt, përgjatë 2-3 ditëve të fundit, qyteti Durrësit dhe më saktë Gjiri i tij është përfshirë nga një mot i paqëndrueshëm me stuhi detare dhe rreshje të dëndura shiu në qytetin e Durrësit, ku ka shkaktuar probleme sigurisht përgjatë këtyre ditëve. Megjithatë, situata duket më problematike përgjatë ditës së sotme, ku sipas burimeve nga Kapitaneria e Përgjithshme Detare na konfirmojnë se mbrëmjen e sotme tragjedit e linjave Durrës-Bari nuk do të nisen në orarin e caktuar, por do të nisen me disa orë vonesë. Kjo për shkak se porta e detit në det hapur është shumë e fortë, arrin deri në 8 ball, çka e bën të pamundur lundrimin komod nga Durrësi në drejtim të porteve italiane. Gjithashtu ka shkaktuar probleme kjo kohë keqe edhe në sektorin e peshkimit në qytetin e Durrësit, ku anijet e tonazhit mesëm dhe të tonazhit të vogël, gjithashtu dhe flota e peshkimit nuk e zhvillojnë aktivitetin e tyre të përditshëm përgjatë ditës së djeshme dhe sigurisht edhe përgjatë ditës së sotme deri në orët e vona të mbrëmjes të kësaj të hëne, ku lundrimi normalisht drejt porteve italiane dhe do të nisi përgjatë orëve të mëngjesit të sotëm, rreth orës 2-3 të mëngjesit të sotëm do të nisë tragedi i linjës Durrës-Bari, ndërkohë që përsa i përket linjës Ankonës përgjatë ditës së sotme nuk është parashikuar që të ketë lundrim nga Italia në drejtim të Shqipërisë apo edhe nga Shqipëria në drejtim të portit të Ankonës në Itali. Është një ditë pushimi për linjën e Ankonës, le të themi, por vetëm problematik ka patur vetëm linja e Barit, ku ka sigurisht përdit lundrime dhe përgjatë ditës së sotme tragedi, siç e thamë edhe pak më parë, do të niset me disa orë vonesë në momentet kur kushtet atmosferike do të kenë një përmirësim. Dhe sipas parashikimeve që vijnë sigurisht nga Kapitaneria e Përgjithshme Detare këtu në qytetin e Durrësit, koha do të përmirësohet vetëm përgjatë orëve të para të mëngjesit të ditës së martë. E qartë, faleminderit Leonida për këtë raportim të drejtë për drejtë.